nuk ka temë fetare, qoftë zemra muzbut, qoftë adhurimi, qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë sadakaja, qoftë haxhi, qoftë thirrja e ezanit, krejt këto temat kanë bëjt drejt për drejt me madhrinë e Allahut. Nuk ka temë që nuk të orienton, apo nuk reflekton, ka të bëje se si ti me madhru Allahun, mu lidh me madhrinë e Allahut. Ezani pse bëhet? Allahu Akbar, me madhru Allah është më i madhi. Pse falim në namaz? Ta madhrujmë Allahut. Pse largojmë nga gjunat dhe mëkatet? Nga frika madhërisë Allahut. Pse na gjithmonë motivojmë dhe stimulojmë për ka imani? Këtë kanë bëjë vëllezër me madhërinë e Allahut xhaleshanu. Edhe zbutja zemrës duhet me qenë çështje jetike e përditshme secilit prej neve. Jo vetëm një herë kalim, ti ka ndodhur një herë në vjet, një herë numër dhe me kaq le të përmbyllet kapitulli i jetës tonë. Jo, është e përditshëm gjithmonë mu avancu dhe mu ngrit sa më shumë, sa më pas zemrën më të butë. Sot vëllezër, për faktin se sot është shumë evidente edhe vërejtë, është shumë e qartë se janë shumë doshenja paralajmëruese, mas janë pezmetuese që na bojnë me dije se idhrimi i Allahut shumë është prezent. Sot atë shumë ka morë për masat mëdhaja, gjunahet, mëkatet, haramët, edhe mu i me thonë kështu, me gojën plot, me përgjësimat madhe, nuk ka qenë si kur të kaluarën. Kaluar për me bo mëkat dhe gjuna, ka qenë turp, ka qenë mare, ka qenë dopsi. Si nuk të vjen mare, me thonë qatë fjallën të ndyt, banale, si nuk vjen mare ti, me bo këtë ta, sot, bile guximin që e bojnë gjunaqartë me ba mëkatin, unë e kam bindjen s'ka qenë as të kaluarën. Kanë pos turbja frigu nëse i ka josh, i ka të req dhe një gjuna dhe mëkat, e ka ba fshau razi. Jo me guximin, sot, o vëllezër, martesa me një gjeni, mashkull me mashkull, a nuk bëhet kjo publike tash? A nuk bëhet me guximin më të madh? Duke bë apele, duke bë motivime, duke bë protesta, duke ngrit çështje në për kuvende, parlamente, që kjo nuk ka qenë kaluarën. Pleqt, me pas dëgjuar kaluarën, kokat ka shku. Goditje. Ajo të vjen mare. Kjo gjest është e prishin natyrën e njeriu. Sot e bëjnë me guximin më të madh. Pse? Se nuk janë të zbutur zemrat e njerëzve. Dhe çka është më keqe, këtë mëkat edhe arsyetojnë, madje bëhet advokati i mëkatit. Këtë kjo më bjen një gjë që i dërguar Allah ka paralajmëruar para kohe, duke thonë se hipokritët, munafikat kanë me ardhë edhe kanë me ardhë me një gjuhë për ta mbrojtur haramin më të madh. Ja sot. Pa tjetër alkool, pa tjetër mashkull me mashkull martu, femna me femnën, po është e drejta lidh lakuriç me dal. Si be lakuriç me dal? Po fëmia i vogël që lind, një orë, 10 minuta që lind, po minjer me na i mbulojmi me ato, me atë bezin e bardhë. Fëmijë është, po duhet se natyrshëm. Kjo vajza 20-25 fare nuk e vjen. Që ata nuk duhet para prindrit, e mos falmi para vetës trete, para masës. Kjo nuk ka alarmante, kjo është alarmante, kjo serioze. Kjo duhet më na bë me raket neve, shqetësuese, se cilë me thonë se, o vëllezër, se cilë për neve kena ka një goditje vetane. Na godita Allah na sprovon. Mirë po të na godit ka njerë dhe formën kolektive edhe eshtin. Sigur se na ka paraliza. Dikur paralizohesh edhe nuk e ngrendas dorë. E po tash unë një ajet, ka me nxjerrë që kjo ajet, sikur se kam frikë, është direkt për neve folë. Edhe është shumë rrezikshëm dhe alarmante. Dëgjojmë vëmendje çka thot Allahu në këtë ajet. Afa min ahli al-qura an yatihim ba'suna bayatan wa hum na'imun. A janë të sigurt njerëzit, kanë marrë një garant sigurie, se ata duke qenë në gjumë, Allah nuk vjen me ndëshku me dënu? Tërbeti si vjen? Nuk pyet a jenë gjuma, nuk jenë gjumë, a jenë sëmur, a nuk jenë sëmur, a jenë në shtrat, a jenë shtrirur, a jenë kam. Kur vjen ndëshkimi Allahut nuk pyet, se është më i madhi. Që çfarë pyet se sfiduse? A jeni të sigurt? Jo Zot, nuk jemi të sigurt. Edhe në gjumë nuk jemi të sigurt. Më të marrë dënimi edhe, Zotën Allah i ka dënuar disa popujt para neve, duke qenë në gjumë. Kur ata sikur se mund garancë prej Allah, neve, s'ta dënon Allahu.
Çka është më dhimbshme? Na nuk kena kandidat potencial mund ta dënu Allahu, na mirimi e kena zemrën e mirë. Si me zemrën e mirë? Ku i ki syti bre? Ku i ki veshti bre? Ku i ki shpirtin dhe zemrën çfarë ndjenja? Ajeti vazhdon Allah thot Allahu: "E femin e ehli al-qura, e jetum ba'suna duhan wa hum yal'amun." A janë të sigurt njerëzit që kur t'ju vjen dëshkimi dhe dënimi në mes të ditës, ata duke lutur, duke bërë qef dhe dëfrime, a janë të sigurt nga dëshkimi i Allahut? Fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Edhe nuk sigurohet nga dëshkimi i dënimi i Allahut vetëm ata që janë të prishurit. Se i mençmi friguat, ruhet, nuk i dihet. Sa do që jam i mirë, ndoshta më ka ik diçka, ndoshta kam bërë deri gabim pa qëllim. Se që ka thoni dietari i madh, muslimani i mirë kur e bën një gjuna të vogël, i duket sikur se një kodër mbas kokës duke i ra. Ku çka bona? Ka marr kredit. Kam bërë darse me muzikë, bura, gra, i kam plasarit me një sallë, kam konsumu në sofrën truezën ton alkohol. Pa e bën alarmonash, e rrezikshëm. Apo dikush, jo bën rregull ose nuk më rakosët, që ajeti çka thot? Kujdes, Allah nuk të hap garancën. E kjo duhet me qenë për neve shumë vëllezër shka shqetësuese.